Çështja e parë është parkingu, dhe çështja e dytë është pastrimi, dhe një pastrim general i çajirit. Po, siç e shoh, siç i lexoj qytetarët, dy çështje janë më prioritare për qytetarët. Çështja e parë është parkingu, që veç po e fillojmë me këto 400 vetura dhe do arrijmë dhe fokusin e kemi të 3.000 vend parkingje në Çajir për ta stabilizuar dhe qetësuar Çajirin, për ta evitu këtë problem të mbetet historisë. Dhe çështja e dytë, pra, ku kanë vërejtë qytetarët për shkak udhëheqësisë së keqe të qytetit të Shkupit dhe ndërmarrjes publike higjiena komunale, është pastrimi. Pra, çështja e parë do jetë një pastrim general i Çajirit bashkë me qytetarët, me shoqatat qeveritare, me punëtorët sezonal, paralelisht duke ndërtuar edhe kontinjert nën toksor për ta rikthyer higjienën në Çajir.